Një debat i ashpër mes Rogertit dhe Gimbos në shtëpinë e Big Brother VIP ka nxjerrë në pa detajet rronditse nga e kaluara e Rogertit mes tensioneve. Ai ka bërë një rrëfim të papritur lidhur me humbjen kolosale financiare që ka pësuar për shkak të bigjozit apo zgjedhjeve të tij të gabuara. Gjatë diskutimit Rogerti pranoi me krenari të çuditshme se ka humbur një pasuri të tërë në kohë rekord. Kam humbur $380,000 për gjysmore. Unë kam çuar dëm një tan shtëpi. S'di ku janë, e kupton me lojën time edhe me historinë time, deklaroi ai duke lënë të shtangur Gimbon. Kur Gimbo i vuri në dukje se kjo nuk është diçka për të mburur apo një zgjidhje e mirë, Rogerti shpërtheu duke sqaruar misionin e tij në këtë format. Ai theksoi se nuk ka hyrë për të qenë model moral, por një leksion për të tjerët. O vëlla, kam ardhur për shembull të mirun këtu, o shok. Kam ardhur këtu me tregu jetën time, edhe mos të bëjnë gabimet e mia rob të budalla. Ju kthye ai Gimbos me tone të larta. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.